Shqipëria u zgjodh me vot unanime në krye të Forest Europe, Europa e pyjeve, për mandatin 2026-2030, duke marrë stafetën nga Suedia. Bëhet fjalë për platformën më të rëndësishme pan-europiane, ku janë Bashkimi Evropian dhe 45 vende europiane, që adreson pikërisht fushën e pyjeve dhe të menaxhimit qëndrueshëm të burimeve natyrore, duke i referuar pikërisht pyjeve. Ky është një vendim që ka një domethënie. Dhe domethënia ma hamendja është e kuptueshme për gjithë, nëse i bëjmë pyetjen vetes, a mundet vallë të mendohet se Shqipëria mund të zgjidhej në krye të organizate kaq të rëndësishme 10 vjet më parë. 10 vjet më parë, kur në zonat tona të mbrojtura kërciste gjuetia e palishme dhe flamengot jo vetëm që vriteshin, por dhe haheshin.